që shumica e pedagogëve shqiptar punojnë në universitetet dhe kolegjet në Shqipëri dhe fëmijët i çojnë jashtë për arsimin. Sepse janë... S'keni besim të sistemi, të vetja. Jo, s'kam e njohin sistemin nga brenda, mo. Ka më mirë se ai është si puna atij që shpjegojmë në ekonomi me makinë e përdorur. Pra, kur ti blen një makinë të përdorur, ai që ta shet ka gjithmonë asimetri informacioni me ty se e di ku pikon çatia. E kupton, po gjithmonë të thot spikon vaj, nuk bën ashtu, nuk bën kështu. Ai e di që po ta shket. Ti personalisht kur të rriten fëmijët, ku do arsimohen? Në mënyrë kategorike jo këtu janë. Do bëj çmos, madje do shes edhe një vesh, vetëm që po. Na thën nga një goja një lektori, një pedagog. Ka vite që po e them këtë punë, unë madje ai është djalë me men me kon. Po vetë është pedagog. Po nuk dua që fëmijët e mi të sakrifikojnë siç sakrifikova unë. Kur ishim bashkë në ishim një grup që studionin financë. Ja veti sakrifica jote apo jo? Shikoj ku je sot. Jo. Pse? Jo, po varet sakrifica është me pritshmëri, nuk është me raport me emër i përveçëm. Nuk jetë armata e madhe pedagogëve anonim. Pra, është në raport me pritshmëritë.